Mund ka dhënë përshtypje gjesti Rozanës që i ka thonë mos e hap derën. Një, nuk duhet ta harrojmë. Aty dihet që diçka ka di që ka me ndodhë. Këtë nuk ma hek kush prej menje se unë jetoj në Tiranë dhe e di se qysh sillet e çfarë do të unë sherë tem, apo më kuptoni? Edhe është turp, nuk ka reagu askush përveç Gertës, edhe nuk ka më turp si ti shifshe banorët mbas këtij reagimi të kesh, ti zgërdhi, gzvë, dili, vili. Turpi Zotit për këta njerëz në një format kaq të madh që zgërdhihen para kamerave, bëjnë gjeste jo njerëzore, sikur s'ka ndodhur sen. Gjesti është bullizu, ju ka shoh familja, ju ka prek nona, ju ka prek motra, e kanë rre, hera dy që e godot, unë nuk e di, unë shpresoj që gjesti i shkoj në një ring kickboxi edhe besom që edhe aty ka mja dalë. Lemon Big Brother. Stresit po i vinë thirrje që ti hakmerët Jozit. Ishte menaxheri, personazh i njohur në TikTok, që këtë gjë ja parashtroi me thirrje publike. Krejt, ju du krejtve mu ma bot tag stresin. Ju lut na bëma një tag stresin. Aje ka mas oferti, mas shpeti edhe mas kolajti. Prete si del pi stacionit policistras. Hera e parë që gjesti ka nevoj për ty. Po, ki bo shumë për gjestin. Po, ki qut drona, po e di që ki përgadit për finalen. Po, te falimindrojmë komplet me shpirt për gjithë qa që ki bo. Protestën, dronat, përgaditin për finale, gjithë shkafen. Ama nevojën që kena për ty, është me shku me kap Jozin. Jo, shikoni, nuk është çështja imja, kjo nuk më takon mua me bo shere e sen e vene për diçka që do me thonë, unë me dhe që dëshkimi më i madh është populli që ta jep sot, ta jep etiketën për gjestin që ka bo. Unë gjestin e kam përkraqen Big Brother VIP Kosova, edhe këtu në Shqipëri, unë kështu njëri jam me atë që shkoj nga në fillim nisem deri në fund.